vendosim të shkoni për peshkim, ata shkon në lumë dhe zonë në vendet e mira për të peshkuar. Unë do të ulem në këtë vartë. Unë do të ulem në këtë terasë. Unë do të ulem poshtë pemës. Unë do të rimbi këtë urë. Unë do të rimbi këtë bundë. Unë do të ulem në këtë varë. Dhe kështu bëhet në secili vëlla, secili prej tyre po përshkonte në vendin e vet që kishte sjellur. Dhe më pas ata zuan shumë peshk, por kur erdhi koha për të larguar ata u shqetësuan. Ne kemi qëndruar afër lumit, rreth lumit, sipër lumit. Ndoshta njëri prej nesh ka rënë në lumë dhe është mbytur. Unë do të numëroj vëllezërit për të parë nëse jemi të gjithë shëndoshje mirë. Dhe ai filloi të numëronte. Shoh një vëllah poshtë pezës, dhe një mbi dëras, dhe një mbi gur 3, dhe një mbi gur 4, dhe një mbi bar 5, vetëm 5, o zoti mas, kam humbur një vëllah. Do ketë ndodhur vërtetë, mos është mbytur ndonjë nga nesh e të mëshme. 1, 2, 3, 4, 5. Vetëm 5? 1, 2, 3, 4, 5. O, po, në ka humbur një vëllah. 1, 2, 3, 4, 5. O, po, në ka humbur një vëllah. 1, 2, 3, 4, 5. O, po, kemi humbur një vëllah. 1, 2, 3, 4, 5. O, po, kemi humbur një vëllah. Edhe ata gjithashtu filluan të numëronte, por edhe atyre u dolën 5, po kështu edhe vëllezërit e tjerë më pas ata vraponin duke përkitur. O, po, sot nëna jonë e dashur. Secili nga vëllezërit numëronte vetëm 5, më pas afrohet vajza. Çka ndodhur? Ju keni kapur gjithë këta peshq, pse jeni të mërzitur? Sepse ne erdhëm të gjashtë për të peshkuar, tani jemi 5. Njëri nga vëllezërit na është mbytur në lumë. Nga e zorët këtë? Shiko ta tregoj ju, duke numëruar 1, 2, 3, 4, 5. Vajza ktheu kokën brava për të fshehur buzëqeshën dhe më pas u foli vëllezërve. Unë besoj se mund të ndihmoj ta gjeni vëllahën e humbur. Kur unë do t'ju shtrëngoj dorën në secilit prej jush, ju do të numëroni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajo ja shtrëngoi dorën secili vëlla, secili prej tyre shikonte vajzën të habitur. Po kështu edhe vëllezërit e tjerë vraponin rreth rrotull duke ju gjuetur prapa kurizit. Ja të gjithë peshqit tanë nga një herë në mund të ta studjeme këtë që nga vërëtina dhe të vëllahën e humbur. Vajza u kthye dhe më pas vëllezërit ikën të lumtur, por pa asnjë peshq në shtëpi.